Vetëm pak javë pasi u konfirmua ndarja mes Selvia Jauz dhe këngëtarit e njohur Shpat Kasapi, Selvia ka folur për herë të parë në rrjetet sociale për bashkëprindërimin me Shpatin për djalin e tyre, Roelin. Në një sesion pyetje-përgjigje me ndjekësit në Instagram, një ndjekës e pyeti se si është të jesh vetë nënë dhe baba për një fëmijë, duke komplimentuar për përkushtimin e saj si nënë. Selvia u përgjigj me shumë ndjeshmëri dhe qartësi. Faleminderit, Roeli është primare tek unë dhe mundohem të bëj më të mirën për të, shkruan ajo duke lënë të kuptohet për përkushtimin e saj të përditshëm si nën. Por ndryshe nga pritshmëritë, Selvia nuk e la për përmendur rolin e rëndësishëm që Shpat Kasapi luan në jetën e djalit të tyre. Ajo shprehu respekt dhe mirënjohje për partnerin e saj të dikurshëm, duke thënë: Roeli ka babain më të mirë në botë që punon shumë dhe suporton rritjen e Roelit në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk është se kontriboj vetëm unë tek rritja e tij. Kjo deklaratë ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, sidomos në një kohë kur shumë ndarje publike shoqërohen me akuza dhe tensione. Selvia dhe Shpati duket se kanë zgjedhur rrugën e pjekurisë dhe bashkëpunimit për të mirën e fëmijës së tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.